sillu sikur nuk ke asgjë për të humbur, udhëzues për të jetuar me guxim dhe liri të plot, burgosja e padukshme. Shumica prej nesh nuk jetojnë jetën që duan, por atë që u lejohet, atë që shoqëria u sugjeron, atë që i friksohen ta humbin. E gjithë kjo për shkak të një fjale që ka vrarë më shumë ëndra se sa dështimi: frika nga humbja, frika nga gjykimi, frika nga refuzimi, frika nga ndryshimi. Por çfarë ndodh nëse zgjedh të jetosh sikur nuk ke më frikë, sikur nuk ke asgjë për të humbur? Në atë moment, ti bëhesh i pandalshëm. Zgjohu në go iluzioni i sigurisë. Një nga mashtrimet më të mëdha të jetës moderne është iluzioni se jemi të sigurt. Një punë e mirë, një marrëdhënie e qëndrueshme, një jetë normale. Por në të vërtetë, gjithçka është e përkohshme. Asgjë nuk të takon për gjithmonë. Çdo gjë që ke mund të zhduket nesër: pozita, paraja, lidhjet. Kur e pranon këtë, fillon ta vlerësosh të tashmen. Fillon të jetosh më thellë. Fillon të ndërmarrësh rreziqe, sepse kuptove që gjithçka është në çdo rast e përkohshme. 2. Liria që lind nga guximi. Kur sillesh sikur nuk ke asgjë për të humbur, i shpreh ndjenjat pa vonesë, nuk bëhesh viktimë e manipulimit, vendos kufi të shëndetshëm, provon ide të reja, humb frikën nga çfarë do thonë të tjerët. Ky nuk është rebelizëm. Është liri shpirtërore. 3. Rasti i një burri që hoqi dorë në go gjithçka. Një burr i ri punonte në një zyrë, çdo ditë nga ora 8:00 deri në 17:00. Kishte një pagë të mirë, një apartament në qendër dhe prindër krenar. Por çdo ditë zgjonte me një zbrazë të tij. Një ditë vendosi të linte gjithçka dhe të udhëtonte për të realizuar ëndrrën e tij si fotograf. Familja u zhgënjye. Miqt u larguan. Por ai, për herë të parë në jetë, filloi të ndjejë se po jetonte. Sot, ai nuk ka makinë luksoze. Por ka jetuar në 5 kontinente, ka bërë art dhe ka frymëzuar mijëra të rinj që ta ndjekin zemrën e tyre. Ky burr jetoi me moton: sillu sikur nuk ke asgjë për të humbur, dhe fitoi gjithçka që ka vërtet vlerë. 4. Ti nuk je puna jote, lidhja jote, pozita jote. Kur fillon të identifikohesh me rolet e jashtme: unë jam avokat, unë jam partneri i saj, unë jam i pasur, bëhesh skllav i frikës së humbjes së atyre roleve. Por kur e ndan veten nga rolet, e kupton: ti je më shumë se sa çdo etiketë. Je shpirt. Je vetdije. Je potencial i pafund, dhe ky kuptim të jep një forcë që nuk e mposht askush. Sepse nëse të marrin gjithçka, ti mbetesh akoma ti. 5. Dështimi nuk është armiku, por trajneri. Një arsye tjetër pse njerëzit nuk guxojnë, është sepse kanë frikë të dështojnë. Por a e ke vënë re që të gjithë njerëzit që kanë arritur madhështinë, kanë kaluar përmes dështimit? Thomas Edison bëri 1.000 eksperimente para se të krijonte llambën. Oprah u pushua nga puna sepse nuk ishte e përshtatshme për TV. Michael Jordan humbi qindra gjuajtje të rëndësishme. Ata e dinin, dështimi nuk është fundi. Është pjesë e rrugës. 6. Së të sillen njerëzit që s'kan frikë të humbin, ata nuk janë të varur nga pëlqimi i të tjerëve, ata e thonë të vërtetën, edhe kur është e vështirë. Ata nuk e lënë veten në marrëdhënie toksike, ata e ndjekin thirrjen e brendshme, jo presionin social. Ata nuk presin momentin e duhur, e krijojnë vetë momentin. 7. Paradoksi i jetës: fiton kur je gati të humbësh. Ky është sekreti. Vetëm kur nuk je i fiksuar pas fitores, ti fiton, sepse mendja jote është e lirë. Veprimet e tua janë autentike, dhe universi shpërblen guximin, shpërblen të vërtetët. Shpërblen ata që jetojnë me pasion, jo me frikë. 8. Një sfidë për të. Jeto një javë së i të lirë, provoje për 7 ditë, thuaj atë që ndjen, ndërmerr një hap që e ke shtyr prej kohësh, vendos një kufi aty ku ke heshtur gjithmonë, fillon një projekt personal, pa pritje perfekte. Vëzhgo çfarë ndodh. Ti nuk humb, ti rilind. 9. Përfundimi: ti je në kontroll, mos lejo që jeta jote të jetë një seri kompromisesh me frikën. Jetën e bukur nuk e ndërton ai që ka më shumë para, më shumë ndjekës, apo më shumë siguri.
E ndërton ai që guxon të ndjek rrugën e vet, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. E ndërton ai që sillet sikur nuk ka asgjë për të humbur, sepse ai e di që ka gjithçka për të fituar.